A të ka ndodhur ndonjëherë të marrësh një koment që të ka bërë të ndihesh keq? Apo të shohësh dikë që ngacmohet online dhe askush nuk thot asgjë? Kjo është ajo që quajmë bullizëm digjital. Dhe po, ndodh më shpesh se ç'mendojmë. Nëse dikush përdor mesazhe, komente, meme apo video për të ofenduar, për hapur lajme të rreme, për të tallur apo për të kërcënuar, ky është bullizëm. Mund të ndodhë kudo, në TikTok, Instagram, WhatsApp, madje edhe në lojra online. Dhe ndonjëherë dhe më shumë se bullizmi ballë për ballë, pasi mund të ndodhë 24 orë në 24. Mos reago me nxitim, bullizuesi të ushqyejë nga reagimi jot. Ruaj provat, bëj screenshot, mund të duhen nëse do raportosh, blloko dhe raporto. Të gjitha platformat kanë opsione për këtë. Mos e mbaj për vete, fol me dikë, me një mik, një familjar, një psikolog. Në qoftë se shprehesh, gjithmonë do gjesh dikë që të kupton. Bullizmi digjital është real, por ti nuk je vetëm. Nëse po e përjeton, kjo nuk është për fajin tënd. Dhe nëse shet dikë tjetër në këtë situatë, mos hesht. Një pyetje, a je mirë, mund të ndryshojë shumë. Ti meriton të ndihesh i sigurt edhe online.